kolegu ju në Altin Sulçe, i kërkoj ndjes zoti Gjëmbare, do të rikthehemi ndoshta tek ai pak më vonë. Altin, përshëndetje, ku ndodhesh? Nga sa kuptoj ndoshta je në stadium? Përshëndetje. Jemi në pranë hotelit të Kombëtarës, brenda në hotelin e Kombëtarës në këtë moment, 10 kilometra larg Nishit, dhe gjithçka këtu është si një ishull i izoluar nga forcat policore, është e vështirë të dalësh nga hoteli. Dhe natyrisht vetëm më pas rreth orës 18:30 ekipi do niset në drejtim të stadiumit Dubocica. Aty do të zhvillohet në 20:45 ndeshja e ekipit kombëtar. Pra, Serbi-Shqipëri, ndeshje shumë e rëndësishme për llogaritë djemve tanë, ndeshje e cila do të kristalizojë të pozicionin e vendit të dytë në grup. Natyrisht këtu gjatë ditës kemi parë lojtarët e Kombëtarës, duhet kënë të qetë, flasin me njëri tjetrin, por përqendrimi për këtë ndeshje është i madh, e shikon sytë aty tyre kur flet, kur bizeton, përgjegjësia është e madhe. Shpresojmë që në këtë darkë secili nga djemtan të jetë në formën e duhur sportive që na japi rezultat pozitiv, sepse syt aty ka jo vetëm Shqipëria, por gjithë hapësira shqiptare, gjithë shqiptarët që janë. Altin, sa i përket sigurisë, doja ndihmën tënde të na përcjellë këtë atmosferën. Është folur për masat e rrepta sigurie gjatë gjithë këtyre ditëve. Ti si i ke parë? Imagjino, kemi dalë nga aeroporti me pasaportat e mbledhura dhe nuk kemi pasur asnjë lloj kontakti, nuk hym në aeroportin e Nishit, direkt me autobus me një grup gazetarësh dhe lojtarët e ekipit kombëtar që ishin, erdhën direkt në hotel, nuk kam pas asnjë lloj kontakti. E njëjta gjë ndodhi dje kur ishte konferenca për shtypje trajnerit Silvinjo, 16:30 dhe më pas 17:30 kur ekipi kombëtar bëri stërvitjen e radhës. Ishte stërvitje e cila ishte jo e karakterit të fort fizik, më shumë taktike, shkrytëse. Lojtarët dukeshin mirë, përfundua stërvitjen pas një lloj dëmtimi dhe kjo ishte pozitive për sa i përket Silvinjo. Ndërkohë, atë që thash, madrasat e sigurisë kanë qenë të jashtëzakonshme, si në stadium, si gjatë kohës kur zhvillohej stërvitja e ekipit kombëtar, por edhe këtu në hotel, gjatë gjithë perimetrit të hotelit, atë që kemi thënë, policia e ka rrethuar dhe nuk ka asnjë lloj kontakti, nuk hyn asnjëri, kanë ardhur tashmë edhe forca speciale serbe përveç policisë, pikërisht për të izoluar gjithçka lidhur me kontaktin e delegacionit shqiptar. Federata Serbe në fakt ditën e premte, nuk e mbaj të saktë, atë njëjtën atë premten, por në orët e fundit pati një reagim, le të themi zyrtar, ku fliste për këtë, për një lloj përpjekje, për një lloj tentative për të futur në ambientet e stadiumit simbole që ata mund të konsiderojnë si provokim, për shembull simbole si ai i UÇK-s apo sende të tjera të ndaluara. Në këtë sens, a vije të re në këndvështrimin tënd dhe nga sa mund shikosh aty një lloj tjetër përpjekje, ata kanë përdorur termin shqiptar nga jugu i Serbisë, që duket sikur qartësisht referohet luginës të Preshevës, por duhet kuptoj, a vren për shembull një lloj përpjekje, një lloj tentative për një tjetër dron, le ta quajmë kështu, për një tjetër autoktonus mbi stadium? Jo, deri tani nuk mund të shikojmë diçka të tillë. Ne këtu jemi të izoluar, është shumë e vështirë që të flas për diçka që nuk e shikoj. Këtu deri në këtë moment masat e kontrollit, masat policore kanë qenë në një shkallë niveli shumë të lartë. Dhe unë mendoj që kështu do të vazhdoj edhe në orë të vazhdim, me jetën do të presim ndeshjen të shikojmë. Nuk e di çfarë ndodh në ambientet e stadiumit në këto momente, sepse ne jemi rreth 40 kilometra larg stadiumit dhe unë të flas vetëm për këtë perimetër këtu rreth e qark që shikojmë në këtë moment. Edhe ky është një detaj domethënë, sa shikoj gjatë ditës. Absolutisht, me gjatë unë do të thoja që di vetëm një lajm që do janë rreth 3500 njerëz në stadium.
në ditën e sotme nga 6.136 që është numri zyrtar i kapaciteti i stadiumit. Pra do të jetë shumë poshtë rreth këtij kapaciteti, gjë që lidhet natyrisht edhe me kushtet e sigurisë. Kërkojnë që kushtet e sigurisë të jenë maksimale, që mos ketë asnjë lloj provokimi, asnjë lloj problemi. Janë dy zyrtarë të UEFA-s të cilët kanë ardhur, zyrtarë sigurie që kanë pasur kontakt, dhe kemi parë me Sultan që flisnin me zyrtarët serb, pikërisht për të evituar çdo lloj problemi që mund ndodhë gjatë ndeshjes. E kuptoj. Altin Sulçe, të falenderoj shumë për gjithë informacionin që solle nga Serbia dhe shpresojmë të